Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës ka përfunduar numërimin e votës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Zyra e shtypit e KQZ-s saktësoi se në orët e para të kësaj të premteje u mbyll numërimi i fletëve të fundit që kishin mbritur me postë nga jashtë Kosovës. Kjo përbën dhe mbylljen përfundimtare të procesit të numërimit, i cili lë vendin shpalljes së rezultatit e mëtejit certifikimit të tij. Sipas ligjit, subjektet politike kanë të drejtë të dërgojnë ankesa brenda 48 orësh nga ndodhja e shkeljes së supozuar, ndërsa deri më tani është regjistruar vetëm një e tillë nga PDK. Ndërkohë organi që administron zgjedhjet përditësoi dhe rezultatet sipas të cilave lëvizja vetvendosje ka dalë fituese me shumicën e votave dhe ulëseve në kuvend. Partia Lëvizja Vetvendosje ishte fituesi ditur i zgjedhjeve, ndërsa me përfundimin e procesit ka thelluar rezultatin. Sipas të dhënave të fundit, partia Albin Kurtit ka arritur 57 mandate, pasi mori 51.11% të votave, konkretisht 486.994 vota. PDK renditet e dyta me 22 deputet, kurse LDK do të dërgojë në parlament 15 deputet. Partia e Ramush Haradinaj do të përfaqësohet në parlament me 6 deputet. Lista serbe ka siguruar 9 kariget e rezervuara për komunitetin serb në parlament. Në votimet për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve raportoi se morën pjesë 45% e qytetarëve me të drejtë vote.